Të nderuar shikues, rikëthujem përsëri në studio për të vazhduar diskutimin ton mbi atë se si kanë ndikuar standardet e bukurisë dhe ndërhyrjet estetike tek neve, sidomos gjatë viteve të fundit. Tani do ta shtjellojmë këtë temë në një rafsh tjetër, do të flasim në rafsh psikologjik dhe të ftuar me mua sot kam psikologen Elif Jusuf. Mirë se erdhe, Elif. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që erdhe. Dua të di fillimisht çka nënkuptojmë me standardet e bukurisë dhe kush realisht I vendos këto standarde. Në realisht standardi I bukurisë është një koncept fluid, është diçka që ndryshon me kohë, ndryshon prej kulturës në kulturë. Është një koncept që përcakton atë se si dukemi, si duhet të dukemi, si është një koncept I përshtatshëm për atë themi si duhet një person të jetë I bukur. Sa duhet jetë I gjatë, a duhet jetë hollë, trash, ngjyra, këto e përcaktojnë atë standardin e bukurisë që themi ne. Këtë realisht nuk mund ta përcaktojmë se kush e ka nxjerrë për herë të parë, po sa shifët është diçka që gjatë kohë është, kultura, rrethi, shoqëria, këto janë ato, mendoj unë, që e kanë caktuar dhe e kanë formulu këtë standard. Përderisa standardet e bukurisë neve themi se nuk I shohim shumë, ja bëjmë pak qefin vetes, ato janë një pjesë shumë e madhe e jona dhe fatkeqësisht ka një ndikim mjaft të madh për shkak se çdo gjë që neve bëjmë prapë I rikthehemi asaj se si na perceptojnë të tjerët. Dua të di si e shpjegoni ju si psikologe presionin që e ndjejnë shumica prej neve për të qenë të bukur sipas këtyre standardeve që janë të përcaktuara vetëse. Ndikimi I standardeve të bukurisë ose ato kushte që duhet I plotësojmë për qenë bukur, kanë ndikim shumë të madh te ne. Dhe sidomos e shohim që nga fëmijëria është diçka që vazhdimisht na është përkujtu, qëndro kështu, duku kështu, mos ri ashtu, domethënë janë koncepte që na janë mbjell prej fëmijërisë dhe padyshim kanë ndikim shumë të madh. Presioni që na jepet, sidomos në moshën e fëmijërisë dhe në moshën e adoleshencës është shumë I madh. Dhe ky presion na bën sikur ne jemi vazhdimisht në një garë të brendshme me veten. Krijojmë një ideal që është realisht I paritshëm sipas mendimit tim dhe ne vazhdimisht vrapojmë për të arritur atë ideal, të dukem kështu, të vishem kështu, të jem si ky, të jem si ai dhe është një garë e vazhdueshme e paritshme që jep shumë presion. Ky presioni pastaj shkakton çrregullime tjera. Kur them çrregullime, depresioni, ankthi, vetvlerësimi I ulët, shumë faktorë tjera që ndikojnë me atë ide që hajde të arrijm këtë standard. Dua të di, a është kjo dëshirë për të dukur bukur, një instinkt njerëzor që është diçka e natyrshme tek neve apo është më shumë presion social? Realisht është pak prej të dyjave. Është bërë një studim te foshnja deri 6 muaj dhe është pa se kur ju është treguar të një fytyrë e bukur themi, e kanë pa pak më gjatë se sa një person të shëmtuar. Domethënë këtu e shohim se është diçka instinkte, është diçka e lindur e jo e mësuar. Truri jonë ne jemi të programuar që të përgjigjemi të bukurës, të reagojmë ndaj të bukurës. E kjo e bën shumë, si të them, kemi më shumë ndikim kur kemi media edhe kur kemi shoqërinë që ndikon te kjo, sepse jemi të predispozuar të ndikojmë ndaj të bukurës. Po sipas mendimit tim ka ndikim edhe shoqëria, sepse si fëmia e shef atë se si reagon prindi ose si reagojnë të rriturit në familje. Se fëmia mëson realisht me atë çka e shef. E nëse fëmia e shef prindi duke reaguar negativisht ndaj të shëmtuarës dhe pozitivisht ndaj të bukurës, fëmia I merr këto dhe I përvetson dhe thotë, "Ok, kështu duhet të sillem me dhon, kështu duhet të dukem me dhon që të pranohem." Është një temë goxha komplekse. A si ka ndryshuar rrjetet sociale për shkak se dalim prapë I rikthehemi asaj se sa shumë ndikim masovi kanë ato tek neve. Si ka ndryshuar rrjetet sociale perceptimin ton ndaj të bukurës edhe sa ndikojnë ato dhe imazhet perfekte sociale që I shohim vazhdimisht në psiqikën tonë. Kjo e bukura si koncept është diçka që është shumë e motshme. Po në epokën digjitale që jetojmë tash, e shohim se kjo na e bën më të dukshme këtë nevojë për qenë më e bukur ose më tërheqëse në një farë forme. Është më e dukshme dhe më urgjente. Si ndikon, tash nëse e kapim rrjetet sociale, sa kanë ndikim pozitiv, kanë edhe ndikim negativ, padyshim. Nëse I shohim ndikimet negative, është ajo ne kur nxjerrim diçka në rrjetet sociale, normalisht që nuk e nxjerrim versionin real, po e nxjerrim versionin perfekt. Supozojmë unë do e nxjerrja një kafe, nëse kafja më është derdhur, nuk e postoj. E postoj kafën si duket bukur ende pa e pi. E tash kur unë e bëj këtë, e bëjnë edhe të tjerët. E kjo
nëse unë e shoh një kafe perfekte, ta mua sa mirë, edhe unë bëj krahasim. Krahasimi i vazhdueshëm, ta bëj si ajo, të dukem si ajo. Po pastaj është edhe ajo që personat me ndikim e shfaqin një verzion shumë ideal të vetës, duken shumë perfekt, duken shumë bukur, që padyshim edhe ato nuk e nxjerrin versionin real, e nxjerrin versionin ideal. Edhe kjo nivel na bën vazhdimisht në një garë. Jemi vazhdimisht në një krahasim që e ul vetvlerësimin ton. Po nuk mund të themi që nuk ka edhe ndikim pozitiv, se e kemi vreqën rrjetet sociale, tash është bërë një promovim, një zë i fuqishëm për ta shpreh realen. Kemi shumë njerëz me ndikim që e tregojnë versionin real të vetës, atë kafën e derdhur që thash pak më herët, ose versionin e vetës pa filter, versionin me puçra, me flok pa rregulluar, që është shumë normal. E kur e shohim ne këtë, kemi filluar ta shohim që okay, është normal, ti je normal. Po pak më herët kjo nuk ka qenë, është diçka që ka filluar kohëve të fundit. Është shumë e rëndësishme se si e përdor rrjetin social, a e përdor për të mirë ose e përdor për ta krahasuar veten. Domethënë është një mix këto. Pajtohem me ty, mirë po prapë edhe pajtohem ta e pjesa që neve kemi tash tendencën për të dalë prej asaj perfektes edhe mundohemi që të tregojmë versionet tona pak më normale, mirë po edhe ato shoh se janë të improvizuara shpeshherë. Edhe atë që mendojmë ta shfaqim si më jo të bukur, e rregullojmë për të dukur pak më bukur, edhe shpesh herë edhe kjo din të jetë shumë jo e shëndetshme për neve. Dua të dal tash tek ndërhyrjet estetike, për të cilat folëm gjëre gjatë deri më tani. Shohim vazhdimisht një rritje tek ndërhyrjet estetike tek njerëzit, edhe dua të di cilat janë arsyet psikologjike më të zakonshme që i çojnë njerëzit që të bëjnë këto ndërhyrje. Ne shohim kohëve të fundit që edhe aksesi deri te ndërhyrjet estetike është bërë shumë më e lehtë. Domethënë nuk është si ka qenë përpara, ka qenë shumë diçka më serioze dhe më e komplikuar. Tash është bërë jashtëzakonisht shumë e lehtë. Tash nëse shohim arsyet, ato që fshihen pas ndërhyrjes, sipas mendimit tim, baza është e vetvlerësimi i ulët. Baza është aty, po se si ajo manifestohet ka forma ndryshme. Domethënë është, nëse themi sëmundja është ajo, po simptomat janë ndryshme. Personi mund të ketë frikë nga plakja, që është diçka që te mosha e mesme vrehet shumë. Frika mos ndjehen të anashkaluar, mos lihen anash, mos të veçohen prej grupës. Domethënë, baza, sipas mendimit tim, është kjo. Po se si manifestohet ka forma ndryshme. Ajo që unë edhe kam vretë është se personat që manifestojnë frikrat ndryshme kthehen te e njëjtja aratisje, kërkimi vëmendjes. Domethënë postojmë që të marrim pëlqime, komente, kemi sa më shumë ndjekje për personave të tjerë. Këtë e bëjmë për ta përmbush një nevojë, një zbrastir tonën, që është vetvlerësimi i ulët. Po ashtu është edhe kjo se ne po dojmë ta mbushim këtë. Është një përforcim pozitiv i jashtëm, po është i jashtëm. Nuk arrim ta përmbushim atë zbrastirën që e kemi te vetja duke marrë prej jashtë, duke marrë me miratimin prej njerëzve të tjerë. Duhet kthehemi te bazat, thellohemi aty, të punojmë me vetvlerësimin e ulët, ta shohim aty çka po ndodh. Që mos vjen nevoja deri te estetika, se estetika vetëm është një mbulesë e problemit, nuk e zgjedh problemin, thjesht e mbulon për një kohë të caktuar. A është e shëndetshme që janë normalizuar kaq shumë ndërhyrjet estetike gjatë kohës së fundit? E folëm paraprakisht edhe me Jonën, mjekën estetike që e patëm, se tashmë njerëzit janë të ndarë në dy tabore. Disa mbështesin ndërhyrjet estetike për shkak se ke vetbesim më të madh dhe shpeshherë një diçka shumë e vogël din të ndihmon, ndoshta. Mirë po ka edhe të tjerë që janë kategorikisht kundër këtij fenomeni. Tash ajo është padyshim zgjedhje personale, po duhet shifet arsyeja sepse do ta bën. Se normal ka shumë raste që është një tëmet ose diçka që me të vërtet kishte ndihmuar në rritjen e vetvlerësimit të personit, po personi kur e merr një vendim të tillë, të jetë i vetëdijshëm, të jetë ta ketë një moshë të caktuar, të konsultohet, të dihet arsyeja fikse pse e bën këtë ndërhyrje. E jo thjesht hajde ta bëj një ndërhyrje të ndihem më mirë, të arris vetvlerësimin, se ajo është cikël. E bën rritet dopamina për një periudhë, ajo hormoni të ndjehem mirë, po ajo bie përsëri. Hajde ta bëj edhe një ndërhyrje, të ndjehem përsëri mirë, ajo prapë bie, edhe ti futesh në një cikël të vazhdueshëm, një cikël që nuk ka fund. E nuk e shoh unë sikur të shëndetshme, përderisa nuk analizohet arsyeja e vërtetë pse bëhet, se ka shumë persona që me të vërtetë kanë ndonjë shëmtim, të themi, tash varet edhe për çka diskutohet,
po që shihet qartë prej tjerëve dhe dihet që nëse ky person e bën një ndërhyrje të tillë, me të vërtetë mund të ndihmojë në vetëvlerësimin e tij. Po ka shumë persona që thonë i kam buzët kështu, e kam hundën kështu, po prej tjerëve nuk vrehet edhe thu po mirë, shumë mirë po dukesh. Pse po mendon që kjo ka me të ndihmu. E atëherë duhet të analizohet situata, nëse nuk është diçka që vrehet shumë prej jashtë, a ke me të vërtetë nevojë ta bësh një ndërhyrje të tillë. A është kjo dëshirë që e kemi neve gjithmonë për të ndjerë më mirë me veten e shëndetshme realisht? Edhe pse kemi këtë dëshirë konstante për ta bërë paraqitjen tonë të jashtme kaq me rëndësi për neve? Edhe kjo është me rëndësi pse. Nëse unë duhet të rritem e të zhvillohem në aspekt emocional, në aspekt psiqik, të avancohem në karrierë, edhe e bëj për veten, edhe për qenë në shërbim të shoqërisë, pse jo? Po nëse këtu ne e bëj dhe kjo vjen nga një vend vetkritike, një kritike vazhdueshme, duhet jesh më mirë, duhet ta bësh këtë, në një krahasim të vazhdueshëm, Lisa e bëri pse s'e bëj edhe unë këtu nuk e bëj për shëndetin edhe për mirëqenien time. Unë e bëj se ndihem e ulët, ndihem pak, ndihem jo e përmbushur. Domethënë duhet shifet arsyeja pse bëhet, prej nga vjen kjo. Nëse unë e bëj për të përshtat, për të plotësuar nevojat e mia që realisht nuk përmbushen ashtu, atëherë nuk mendoj që është e shëndetshme. Si mund të dallojmë kur dëshira për këto ndërhyrjet e vogla estetike që i quajmë ne është e shëndetshme deri dikond, edhe kur mund ta dallojmë se po shndrohet dalgadal në një obsesion tonë? Një diçka që mendoj që është shumë e rëndësishme të përmendet edhe që duhet dihet më shumë për të është body dysmorphia, çrregullimi dismorfik i trupit. Kjo është një çrregullim që e kam hasur jashtëzakonisht shumë të rit, sidomos periudhën Snapchati kur filloi të del dhe të bëhet pak më e njohur me filtrat e vazhdueshme dhe ishte nevoja e të rive të bëhen si filtrat. Ta kem hundën si filteri, ti kem buzët si filteri. E kjo u bën një obsesion të rit. Duhet të ndrohem, bëhem si filteri, duhet ta bëj këtë të ndihem më mirë, se nuk ju pëlqej më vetja. Se vazhdimisht domethënë ishte ai momenti kur ti e sheh filterin dhe sekond kur të heqet filteri duket vetja jashtëzakonisht shumë e shëmtuar. Edhe kjo më ka dhënë shumë përshtypje, më ka çuditë se sa shumë ka ndiku kjo. Edhe sa nga dal dhe pa vedije kjo ka hyrë ne. Jo vetëm të rritë edhe të rriturit. E kjo është obsesion, kur personi vazhdimisht e diskuton, vazhdimisht e ndjen nevojën të bëjë diçka të vetja, edhe pse nuk është e dukshme. Është ndonjë diçka që për mua është shumë perfekte, supozojmë hunda e dikujt, po për atë persona e vun atë shumë atë pjesë, e diskuton shumë, don ta të bëjë ndërhyrje, e bën në bazë emocionale, jo në bazë racionale. A personi që kjo është obsesion. Personi që e bën në mënyrë të shëndetshme është diçka që e ka menduar mirë, e ka menduar gjatë, e ka moshën e caktuar që e merr atë vendim, është konsultuar, e bën në bazë racionale dhe jo emocionale, atëherë mund të themi që është e shëndetshme. Po, përsëri është diçka shumë personale dhe përsëri e potencoj, është shumë e rëndësishme mosha se kur personi me vendim të bëjë ndonjë ndërhyrje të tillë. Jashtëzakonisht shumë ka ndikim kjo. A është normalizuar kjo pjesa e ndërhyrjeve estetike sidomos tek gjeneratat e reja, domethënë ta shohim që në moshë shumë të re të gjithë kanë të aksesueshme këtë pjesë dhe shkojnë lirshëm bëjnë ndërhyrje estetike, miratimi i prindërve është bërë diçka shumë normale në përditshmërinë tonë. Është bërë shumë normale, po është jashtëzakonisht shumë i rrezikshëm. Një hulumtim që është bërë, faktikisht hulumtimi ka rrjedh një vajzë e tregon eksperiencën e vet. Ka dashur të bëjë një ndërhyrje të hundës, po ka qenë e re, supozojmë 18-19 vjet. Edhe shkon mjek dhe ja sqaron situatën mjekut dhe mjeku i thotë kisha këshillu të pres deri sa ti bësh 26 vjet. Edhe ajo tregon që e ka dëgjuar mjekun dhe pas 26 vjetëve me të vërtetë nuk e ka ndjenë nevojën të bëjë ndërhyrje. Edhe është analizuar pse si dhe siç e dim, domethënë zhvillimi i trupit nuk përfundon deri në moshën 25-26 vjet. Pjesa ballore, korteksi prefrontal nuk mbaron së zhvilluari deri në atë moshë. Për çka vlen kjo pjesë? Kjo pjesa është vetë kontrolli, analiza e pasojave që i kemi, mirët me pjesën e vendimeve, domethënë është një pjesë goxha e rëndësishme e trurit. Edhe kjo nuk mbaron së zhvilluari deri në moshën 26 vjeçare. E kur ti e merr një vendim para kësaj moshe, sa është mendim racional, sa është një vendim i menduar duke i pas parasysh edhe pasojat. Edhe rasti i kësaj vajze që pas asaj moshe nuk e ka ndjetë nevojshme se ka qenë mjaftueshëm e pjekur për ta ditë që okay, nuk pasnon me të vërtetë nevojë. A ka shumë raste që e bëjmë para, se është jashtëzakonisht shumë e lehtë çastja deri te fillerat, operacionet e ndryshme, sidomos fillerat. Okay, ajo mund të jetë diçka që ndoshta ka një kthim, po përsëri sa është e shëndetshme. Kur je shumë e re ti realisht nuk e din edhe fiks çka je tu bën, nuk e din edhe pse e bën. Thjesht po bëj diçka se nuk po ndjehem mirë,
po arsyeja sepse e bëj nuk është shumë e rëndësishme dhe nuk është që e di. Po brenda thellë qëndron ka diçka, ka një lëndim që nuk e ka arrit ta shëroj, po vendos ta mbuloj se është shumë më e lehtë ashtu. Këtu do ishta dalë, sa ndikon kjo tek adoleshentët kryesisht sepse është një fazë pak më delikate. Adoleshentët janë në një fazë të ndërtimit të identitetit të tyre, mund të shkon deri në një krizë identitare. Jo vetëm tek adoleshentët, po edhe shohim edhe tek të rriturit, që shpesh herë tentojnë mandej vazhdojnë me këto ndërhyrjet estetike dhe nuk e din një limit. Padyshim, mosha adoleshencës edhe fillimi 20-21 vjet është ajo mosha ku pamja ime më identifikon. Ajo si dukem unë tregon se kush jam unë për të rinjt. E kjo pas një kohe bëhet një lloj varfshmërie. Identiteti im varet nga pamja ime. E kjo sa është e shëndetshme se ti po bën ndryshim të identitetit, po bën ndryshim të pamjes që për të rinjët lidhet me identitetin, atëherë kush je ti me të vërtetë? A je ti ai që me të vërtetë je? E kur bën kësi lloj ndryshime, ti po kërkon miratim prej jashtë, e jo prej vetës. Padyshim dikon se pastaj kur të arrin këtë moshën që them moshën e pjekurisë, atëherë do thotë po ka dalë kush jam unë tash? A jam ajo që isha ose jam dikush tjetër? Ndodh një lloj konfuzioni dhe është shumë e rëndësishme këtu të rriturit në familje dhe prindërit ose pa marrë parasysh kush është kujdestari, të mundohet t'ja sqaroj ose t'ja mbjell dashurinë për veten dhe mshurinë për veten, respektin për veten që mos vjen puna deri aty. Çfarë pasojash psikologjike mund të kemi nga mungesa e pranimit të vetvetes? Në përvojën time si terapist disa vjeçar tash, ajo që kam hasë të rrit kur nuk e pranojnë veten, e krijojnë një lloj identiteti ideal të përshtatshëm për shoqërinë. Do më thonë, identitet që nuk është personin fjalë, po është një identitet diçka që nuk ekziston. Që nuk ekziston. Personi, një rast që e kam pas konkret ka qenë fillon edhe mos flet si flasin shpe, flet komplet me një dialekt më ndryshe se nuk i pëlqen versioni i vetës reale. Edhe këtu çka ndodh? Pas një kohe ti po e krijoj një identitet të më pranoj shoqëria, po ti realisht nuk e ke pranu veten. Edhe kur je me bindjen të më pranoj shoqëria, e ke kriju këtë identitet, e mban këtë maskën gjithë ditën. Edhe kur vjen shpe, e hek maskën. Edhe lodhësh, se jetu e majt një maskë që nuk jeti. Edhe që them unë harxojnë bateriat. Edhe hasët shumë të tri që kanë depresion, kanë ankth, izolohen, e prindërit nuk e kuptojnë se thonë, po gjithë ditën flenë. Po flenë se është të mundu të mbaj një rol që nuk i takon, edhe që nuk është realisht. E kjo është jashtëzakonisht shumë e dëmshme, se nuk kuptohet, as prej shoqërisë, edhe personi vetë nuk e kupton, se nuk e din çka është të bëjë realisht. E bën për të ambientu, për të pranu, po nuk mund të preç pranim prej shoqërisë kur ti realisht nuk e ke pranu veten. Edhe është një cikël, depresion, ankth, vetvlerësim tolt, ka shumë triqe dhe kanë çrregullime në të ngrënit, bulimi, anoreksi, e shumë lloje të ndryshme, nuk han gjithë ditën me idenë që ta kem një peshë ideale sipas asaj që standardeve të shoqërisë. Fiks, edhe këtu bëhet një lloj tullovie, një lloj konfuzioni që edhe i riu realisht nuk e din se çka po ndodh me ta. Nëse të vjen një i ri për këshilla psikologjike dhe të tregon se ndjeti pasigurt në veten, nuk i pëlqen versioni i vet, cilat janë hapet e parë që mund të ndërmerr për të përmirësuar ndoshta këtë pjesën e vetbesimit të vet, pa shkuar drejt ndërhyrjeve estetike apo ndryshimeve të tjera psikologjike që mund të vinë si pasojë? Hiq parë të onë, ka shumë, do me thanë, interneti aq shumë na jep. Aq shumë na jep nëse e përdorim si duhet. Normal. Ajo që unë vazhdimisht e këshilloj është flisni me njerëz të juve. Familjar, shoqëri, edhe pse e kuptoj që jemi në një ambient ku nuk na lejohet shumë të flasim me, jo që nuk na lejohet, por nuk kuptohemi prej familjes, prej shoqërisë. Okej, nëse nuk pranosh, shkruaj. Merr një fletë, shkruaj, nxjerre. Të paktën mos e mbaj brenda, se kur e mban brenda akumulohet dhe plas. Nuk e dim atëherë ku plas, në çfarë lloj çrregullimi mund të plas. Ajo që edhe këshilloj të trit zakonisht, e tham dil para pasqyrë se thuj fjalë të mira vetës. Një rast e kisha para disa ditëve që ishte shumë interesant, filloi çaj kur filloi ti thot fjalë pozitive vetës, se thashte para herë që i foli kaq mirë vetës, se jemi mësu aq kritik jemi me veten. Ti je kështu, ti je ashtu, si nuk e bane, si nuk e arrite, si nuk u bone si ajo. Këto ja them vazhdimisht vetës, edhe kur ja thu për të parën herë një fjalë pozitive vetës, truri shokohet çka po ndodh, ky person deri dje thoi ke veç fjalë negative. Të parën herë mund të jetë shok, dytën herë mund të jetë shok, po tretën, katërtën trupi fillon ta pranon atë, edhe me të vërtetë fillon ti besosh asaj se që e thu. Edhe shumë të në rasteve kam vritë që personat me të vërtetë ka fillu të rritet vetvlerësimi në kësi raste. Diçka tjetër, do me thonë këto janë bazikët. Diçka tjetër që e sugjeroj është ecni, lëvizni, sa ma shumë.
nuk them prej nesër, ka shumë persona që them prej nesër do eci për ditë. Jo, nuk ka nevojë. Nëse je person që nuk eci të paktën 2 herë në javë, do të thonë bëj diçka për veten. Ndonjë hobi, diçka që ke pas shumë qejf ta bësh si fëmijë dhe nuk ke arrit, e tash i ke mundësitë. Lëviz, ndrysho rutinën. Bëj diçka shumë të vogël për vete. Supozojmë nëse nuk e ke shprehime pi ujin mëngjes, çu pijeni gotuj për vete ose hape dritarën fundja. Diçka shumë të vogël po vetëm për veten. Që e bëj për ta bërë veten të ndjehej mirë. Do të thonë, trajtoje veten si e kishe trajtu shokun. Si një që e themi këtë vazhdimisht, trajtoje veten si e trajton shokun. Supozojmë vjen shoku dhe thotë, ej, nuk kom flet gjithë natën pram, edhe shumë keq po dokëm. Nuk i thu, po valla shumë keq po dokësh. Po i thu, ej, po normal është, nuk ka lidhje, nuk është problem. Të njëjtën bëj edhe vetes. Dëmshuri, empati, mundojo me kuptu veten prej nga vjen. Më pëlqeve shumë me këtë që i the, për shkak se neve shpesh e kemi tendencën për të dalë prej asaj se si që the, sillemi me njerëzit, ndërsa me veten jemi shumë të këqinj dhe shpesh herë i gjejmë shumë ato të metat tona dhe nuk dim ta vlerësojmë veten, nuk dim të themi asnjë fjalë të mirë. Dua të di çfarë mund të bëjë shoqëria jonë për të promovuar një koncept pak më të shëndetshëm të asaj që vlerësohet që është bukuri edhe një pranim të vetvetes. Çka mund të bëjmë ne si shoqëri për të ndryshuar këtë pjesë? Edhe pse e di që është shumë e vështirë, për shkak se kemi atë ndryshimin ndër dekada, kemi parë se si funksionon edhe nuk është ndryshuar asnjëherë. Unë kur e them këtë vazhdimisht edhe më qeshin, se unë vazhdimisht kthehem te familja, edhe vazhdimisht institucioni social është më i rëndësishëm. Edhe vazhdimisht më qeshin aman mo gjithçka te familja, po baza është aty, nuk mund të ikim asaj. Shumë është më rëndësi mënyrën se si e rrisim një fëmijë. Okej, ne jemi rrit, po fundja kemi nipa, kemi mbesa, kemi familjar, është më rëndësi edhe ne çka japim te ato. Shumë është më rëndësi se fëmia mëson duke pa, jo çka i thu. Shembull, merr një libër, a vetë prindja është në telefon. Nuk e merr fëmia librin nëse prindja është në telefon. E merr telefonin se atë çka e shef mëson. E nëse e shohim i thu fëmijës, duaj e veten ashtu si je, a nana ka dalë para pasqyrës edhe të kisha radhe disa kilo se nuk jam e përshtatshme, fëmia atë shef. Edhe fëmia automatikisht e merr këtë dhe thotë, "Okej, unë duhet të jem adopt për të qenë e pranuar. Duhet të jem kështu për të qenë e pranuar." Vazhdimisht i lidh këto si nëse këtë e ka pa, ose e shef një person të plotën familje dhe shef prindërit si e komentojnë, edhe fëmia automatikisht e krijon bindjen që okej, nuk qenë ka mirë t'jesh për me plot. Familja. E dyta është ajo që rrjetet sociale kanë këtë kapacitet, ka grupe që mund të na ndihmojnë të ndjehemi të pranuar, ta pranojmë veten ashtu si jemi. Në grupe të caktuara. Diskutojmë me shoqëritë, flasim hapur për atë se çka e ndjejmë dhe si jemi, edhe nëse unë ndjehem keq, besoj që ka dikush tjetër që ndjehet njëjtësion. Edhe kur ka grupe kështu, padyshim që normal. Elif, të falenderoj shumë për këtë bisedë, faleminderit që ndave kohën për këtë bisedë shumë konstruktive. Faleminderit edhe juve.